تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، ne bidhnillahi ta'ala do vazhdojmë me një kapitull 3 në këtë libër ku jemi tash El Muharrar fil Hadith, në librin Kitabul Janaiz, në librin e gjenazeve, dhe jemi këtu te kapitulli ku thot autori rahimahullah babun fi salati ala al mayyit, kapitulli në lidhje me faljen e namazit të gjenazes. Kapitulli në lidhje me faljen e namazit të gjenazes. Do më thonë, si autori rahimahullah, a hadithe që ndërlidhen do më thonë me këtë temë dhe me këtë kapitull. Hadithin e parë, që është në renditje në këtë libër, hadithi 520, thot ibn Abdullah al-Hanbali rahimahullah, wa an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma qal, كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين من قتل أحد في ثوب واحد، ويقول أيهم أكثر أخذا للقرآن، فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد، وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة، وأمر بدفنهم في دمائهم فلم يغسلوا ولم يصلى عليهم. رواه البخاري. Këtu në këtë hadith që e transmeton sahabiu i nderuar Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ku thot se pas luftës së Uhudit, e cila ishte në vitin e 3 pas hijretit, dhe u vranë shumë prej muslimanëve në atë luftë, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam urdhëronte ose dha urdhër që të bashkohen, do më thonë, dy persona në një robë. Do thonë, te varimi, te procesi i varimit, të bashkohen, do më thonë, dy persona në një robë. Kjo do e shohim, do më thonë, tash kuptimin e kësaj, se çka do të thotë, do më thonë, bashkimi i dy personave në një robë. Wa yaqul, dhe thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ishte prej tyre, do më thonë prej këtyre dyve, që dinte më shumë Kur'an, dhe nëse i tregoheshte për donjani prej tyre, ridwanullahi alejhim, atëherë atit personit që dinte më shumë Kur'an, që kishte memorizuar më shumë Kur'an, i jepte pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në varimin përparsi. Do thonë, një herë ai futeshte në varr, pastaj ai tjetri. Dhe thoshte pejgamberi alayhi salatu wasalam, un jam dëshmitar për këto në ditën e gjykimit, dhe urdhëroi që të varrosen në gjaqet e tyre, do të thonë pa të shpërlahen gjaqet e tyre, dhe nuk u lajtën, dhe nuk u afali namazin e gjenazës. Nuk u afali, do të thonë, namazin e gjenazës, dhe këtu është kjo, do më thonë, që ka sjell ibn Abdullah al-Hanbali rahimahullah këtë hadith, që me u argumentu, do më thonë, për medhhepin e Imam Ahmedit, që ai i cili bi në fushbete, do më thonë, shahidi në fushbete, ati, do më thonë, nuk i falet gjenazja. Nuk i falet, do më thonë, në gjenazja, sikur se këtu, do më thonë, që e shohim qartë, edhe është hadithi në Sahih el-Bukhari. Sa i përket, do më thonë, çështjes në një robë, ose me një robë, thot Imam Uthemini rahimahullah, në shpjegimin e këtij hadithit, kjo ka dy kuptime. Kuptimi i drejt për drejt nga teksti i hadithit është, do më thonë, që trupat e tyre ishten të bashkuara. Edhe
ishin domethënë të sukulluar me një robë, me një qefin. Kjo është domethënë kuptimi i drejtë për drejtë. Kurse kuptimi tjetër është që mireshte një robë, një qefin, edhe ndaheshen dy copa. Dhe njënën copë përdoreshe për njërin person, e copën tjetër domethënë për personin tjetër. Dhe thotë Sheikh Uthaymin rahimahullah, hadha aqrab. Kjo është domethënë më e përafërt ose më e afërt domethënë tek e sakta. Që e ka marrë pejgamberi alayhi salatu wasallam një robë, edhe e ka ndajt për gjymës dhe kështu me gjysmën e parë domethënë e ka qefinos domethënë njënin, e me gjysmën tjetër domethënë e ka qefinosur të tjetrin. Edhe kjo tregon në bazë të hadithit e kuptojmë domethënë se sahabët ridwanullahi alejhim ishin të durueshëm në vështirësi që përballoheshin. Se kjo tregon domethënë se ishte skamja e përhapur, që domethënë nuk ishin edhe për shuhada, që kishin ra domethënë në fushbete shahida. Nuk ishin edhe për ata domethënë me marrë ka një robë të plotë. Por pejgamberi alayhi salatu wasallam vandante gjymës. Barakallahu fikum. Domethënë nuk është çështja e Islamit që veç me qëndru kur është mirë dhe rahati, por me qëndru domethënë edhe në vështirësi. Si kanë qenë këtu siç e shohim domethënë sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe po ashtu edhe për çështjen e Kur'anit, ata që e dinë Kur'anin dhe që mësojnë Kur'anin domethënë, ata kanë privilegje të gjallë dhe të vdekur, që e shohim këtu domethënë. Qofshin të gjallë ose të vdekur. Ata kanë përparësi, siç është domethënë te puna e prirjes në namaz. Kush më u bë imam? Ai që din më shumë Kur'an domethënë ka më përparësi domethënë. Edhe këtu e shohim domethënë që ai i cili din më shumë Kur'an i jepet më shumë përparësi domethënë në varrim. Që ai ti pari dhe kjo ndodh domethënë Kjo ndodh domethënë kur siç e thot Imam Uthaymin rahimahullah, kur të vdekurit janë domethënë një numër të madh. Ose ndoshta nuk janë numër të madh, por ata që janë të gjallë të pranishmit janë pakicë ose një numër shumë të vogël në udhtim. Për shembull janë në udhtim 5-6 persona, 3-4 u vdesin gjatë udhtimit. E kuptuat? Domethënë, pastaj është ngarkesë e madhe domethënë për ato 2 persona që me e qel për çdo njërin kanë i varr, atëherë domethënë çka bëhet? Bëhet domethënë si këtu si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Thoshe i Zejdi rahimahullah në shpjegimin e tij të këtij hadithit se sa i përket namazi i xhenazës është fardun kifaya. Domethënë është farz kolektiv. Nëse një pjesë të muslimanëve e bojnë e kryjnë, atëherë bie domethënë obligimi nga të tjerit. Dhe ajo që ka vazhdu dhe që është bë e njohur dhe e përhapur se namazi i xhenazës falet me 4 tekbire. Namazi i xhenazës domethënë falet me 4 tekbire. Ashtu si ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ja ka falë, si që do shohim domethënë në vazhdim, kur ja ka falë domethënë namazin e xhenazës en-Najashiyut radiyallahu anhu wa rahima. Domethënë ka falë me 4 tekbira. Në tekbirin e parë, domethënë pasi që bëhet tekbiri i parë, atëherë lexohet suratul Fatiha. Direkt domethënë. Direkt suratul Fatiha. Pas tekbirit të dytë lexohet ajo që njihet domethënë es-salatu al-ibrahimiyya. Es-salatu al-ibrahimiyya. Domethënë Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik kështu më radh. Kjo është domethënë salatu al-ibrahimiyya që lexohet domethënë në namazin e xhenazës pas tekbirit të dytë. Pas tekbirit të tretë thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, është duaja, lutja domethënë lutet njeriu për të vdekurin. Dhe pas tekbirit të katërt jepet selami. Jepet selami domethënë dhe ajo është domethënë në anën e djathtë. Domethënë vetëm në anën e djathtë
Dhe kjo është ajo që është më e përhapura, që të jetë domethënë në selami vetëm në anën e djathtë. Po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se namazi i gjenazës, leximi të suratul Fatiha, pastaj të salatul Ibrahimia, pastaj edhe dua, të gjitha këto bëhen domethënë me zë të ulët. Vetëm në raste domethënë kur do imami ose dikush t'u mësojë njerëzve se si falet namazi i gjenazës, siç e do e shohim domethënë se si ka vepruar Abdullah ibn Abbasi radiallahu anhuma. Për ndryshe domethënë zakonisht namazi i gjenazës falet domethënë me zë të ulët, për vetëm se tekbiret domethënë i bën imami me zë domethënë të lartë, që ata që janë pas tij domethënë me e dëgju. Dhe namazi i muslimanëve për të vdekurve është domethënë lutje. Është lutje dhe ndërmjetësim nga ana e të gjallëve për të vdekurit. Domethënë ato i lutën Allahu subhanahu wa taala që me i mëshiru, që me i bo prej banorëve të xhenetit, që me u fal mëkatet, që me i mbrojnë prej zjarrit të xhehenemit e kështu me radhë. Po ashtu thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se shuhada që vriten në fushbete, në rrugën e Allahut subhanahu wa taala, ato domethënë nuk u falet domethënë gjenazia, dhe po ashtu edhe nuk qefinosen, as nuk lahen e as nuk parfumosen. Po si ta kuptojmë ne këtu që pejgamberi alayhi salatu wassalam urdhëronte domethënë që me ndajt robën në dy pjesë edhe me i qefinos ato të vdekurit? Kjo domethënë nuk është kuptimi që mja qit robat atij të vdekurit, ata robat që ka luftu dhe që i ka pas domethënë të veshura. Por thotë Sheikh Uthemini rahimahullah, ndoshta ato s'kanë qenë të mjaftueshme, edhe ndoshta domethënë gjatë luftimit domethënë te pjesa e sipër domethënë janë ngrisur ata rroba që kanë pas, edhe duke ndoshta organet e brendshme diçka e tillë, atëherë domethënë e ka bëu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një gjë e tillë, ama nuk është ajo domethënë kuptimi i qefini domethënë që i tërë trupi domethënë të mbulohet. Dhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, ajo që është domethënë e saktë, nuk falet domethënë namaz për ata që kanë ra domethënë në fushbete, por nëse ndodh që prijesi i tyre ose dietari e fal namazin për ata, atëherë s'ka gjë, la haraj. Edhe kjo është mendimi domethënë i Hanefive ose të Abu Hanifës. E ka pas mendim domethënë se edhe shahidi që bi domethënë në fushbete i falet domethënë namazi i gjenazës. Çështja e tretë, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, nëse ndodh që të vdekurit me qenë ma shumë se 1, 2, 3 ose ma shumë, atëherë domethënë falet domethënë një namaz gjenaze për të gjithë ato. Se ajo që kërkohet domethënë te çështja e gjenazës, falja e gjenazës, përgatitja e gjenazës, shkuarja me gjenazën te varrezat e kështu me radhë dhe varimi që të bëhet domethënë sa më shpejt. E ti nëse i ke për shembull 20 veta kanë vdek. E tash secili domethënë mja fal në mënyrë individuale, kjo shkakton domethënë vënim. Prandaj domethënë i falet një herë domethënë. Edhe thotë Sheikh Zejdi rahimahullah se ato domethënë nëse janë më shumë se 1 të vdekur, atëherë ajo gjenazja që është më e afërt tek imami është sipas domethënë pozitës dhe vlerës që ka pas në dunja kur ka qenë i gjallë. Nëse ka qenë për njerëzve të dijes, për njerëzve të Koranit, e kështu me radhë, ai domethënë është më i afërt domethënë nga imami domethënë. Kur del imami domethënë to afal gjenazën, ai i pari domethënë që vjen aty është më i miri, pastaj ai tjetri, pastaj ai tjetri, pastaj ai tjetri. Do thonë, gjenazja, kur imami drejtojnë në drejtimin e kibles, gjenazja qëndron domethënë përpara imamit në mënyrë horizontale.
në mënyrë horizontale, jo vertikale, sikurse imami që është në drejtimin e kiblës, por xhenazja është në mënyrë horizontale. Pastaj, te xhenazja e cila është mashkull, burr, imami qëndron te koka e xhenazës, te koka. Nëse është gru, qëndron në mesin e saj. Për shembull, tash kështu xhenazja është ashtu kështu. Nëse është burr, qëndron imami këtu. Nëse është gru, qëndron imami këtu. Po nëse thot Imam Ibn Bazi rahimahullah janë të përzi, burra dhe gra, dhe fëmijë që janë meshkuj dhe femra. Atëherë, renditja është që njerë vjen burri, pastaj ajo fëmija që është mashkull, pastaj ajo gruaja, pastaj ajo fëmija që është femër. Si vendoset atëherë gruaja? Gruaja vendoset atëherë, domethënë, te koka e burrit. Mesi i saj, domethënë, që imami prap me i ra asaj, domethënë, në mes me qenë. Domethënë, nëse është tash kështu, burri. E nëse është gru, mesi i grus vjen këtu. Që imami kur e fal këtu, domethënë, me qenë në drejtim të kokës së burrit dhe mesit të saj. Kjo është domethënë renditja si e ka shpjeguar imami kohës son, Imam Ibn Bazi rahimahullah. Edhe Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah thot sipas fadlihim, domethënë sipas vlerës së tyre, domethënë, kush ka qenë më meritor prej burrave, atij i jepet përparësi që më qenë më afër nga pjesa, domethënë, ku qëndron imami. Pastaj hadithi i radhës, hadith 521, thot autori rahimahullah an Uqbat ibn Amir radiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam kharaja yawman fa salla ala ahli Uhud salatahu ala al-mayyit ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم. Dhe në një transmetim tjetër, وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتل أحد بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات. Uqba ibn Amir radiyallahu anhu transmeton se pejgamberi alayhi salatu wasalam doli një ditë edhe e fali namazin, domethënë, e xhenazës për të vdekurit ose për dëshmorët e Uhudit. E fali në atë mënyrë, domethënë, sikurse falet zakonisht namazi xhenazës për të vdekurin. Pastaj u largua, u drejtua ka minberi i tij dhe tha, domethënë, un jam ai që paraprin juve tek haudi dhe un do jem dëshmitari juaj për veprat tuaja dhe për atë që un e kam përcjell, domethënë, mesazhin hynor. Në një transmetim tjetër tregohet, domethënë, se kjo ka qenë për afërsisht pas 8 viteve. Pas 8 viteve, domethënë, ka ndodhur një gjë e tillë që pejgamberi alayhi salatu wasallam u ka fal, domethënë, në namazin e xhenazës dëshmorëve të Uhudit. Kjo, domethënë, ky numri 8 vjet këtu është i rumbullaksuar, për shkak se lufta e Uhudit ishte në vitin e 3 pas hijretit. E nëse janë 8 vjet, domethënë, i bie, domethënë, viti 11 edhe kjo, domethënë, tregon se 7 vjet e diçka ka qenë. 7 vjet e pak më shumë, se pas kësaj, domethënë, siç e thot Sheikh Zejdi rahimahullah, pasi që ka fal namazin e xhenazës dëshmorëve të Uhudit, nuk ka jetuar pejgamberi alayhi salatu wasallam gjatë pas kësaj. Domethënë, pas kësaj, edhe përmendet këtu në hadith kel muwadda'i lil ahya'i wal amwat. Ka qenë, domethënë, sikurse çështja marrje lamtumirës prej të gjallëve dhe, domethënë, të vdekurve. Dhe thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah se kjo ka qenë, domethënë, prej çështjeve specifike për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo është, domethënë, këtu bazohen, domethënë, Ahnaf, Hanefit, domethënë, që lejohet, domethënë, falja e namazit të xhenazës për ata, domethënë, që kanë ra në fushbete. Se marrin, domethënë, këtë hadith si argument.
Pastaj hadithi radhës 522 an Jabirin radiyallahu anhu anna rajulan min aslam جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاعترف بالزنا فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى شهد على نفسه 4 مرات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أبك جنون؟ قال لا. قال أحاصنت؟ قال نعم. فأمر برجمه بالمصلى فلما أذلقته الحجارة فر فأدرك فرجم حتى مات فقال له النبي صلى الله عليه وسلم خيرا وصلى عليه وهكذا رواه البخاري. هذا حديث تيتر domethënë që transmeton Muslim fi hadithi al-Ghamidiyya min riwayat Burayda thumma amara biha fa salla alayha wa dufinat. Këto dy hadithe që i përmend Ibn Abdul Hadi rahimahullah është domethënë ose do me argumentu se lejohet falja e namazit të gjenazës për atë person i cili është i gurëzuar. Kur njeriu gurëzohet, domethënë, e merr atë dënim, pas kësaj domethënë është e ligjshme, këto dy hadithe tregojnë se është e ligjshme domethënë që të falet namazi i gjenazës për ato njerëz që u bëhet rejëm, domethënë gurëzohen ata. Edhe ky dënim domethënë e zbaton vetëm pushtetari legjitim. Jo domethënë një grup njerëzish që ua ka marrë mendja, ka ndodhur kështu, ka ndodhur ashtu, jo. Sheriati nuk është domethënë për kaos dhe çrregullim dhe domethënë prishjen tokë, asesi. Edhe këto çështje janë domethënë çështje shumë të rënda dhe shumë të ndërlikuara, që kërkon ndoshta me vite me kalu, që një gjë e tillë domethënë të zbatohet ose të vërtetohet. Tregon Jabir radhiyallahu anhu se erdhi një njeri nga fisi Aslam. Erdhi një njeri te pejgamberi alayhi salatu wassalam nga fisi Aslam. Domethënë Ma'is ibn Malik al-Aslami radhiyallahu anhu. Ma'is radhiyallahu anhu erdhi te pejgamberi alayhi salatu wassalam duke qenë pejgamberi alayhi salatu wassalam në xhami. Dhe Ma'is radhiyallahu anhu pranoi për veten e tij se ka bë zina. Pranoi për veten e tij se ka bë immoralitet, ka ra në immoralitet. Atër pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk i tha, hajde, unë tash ta përhapim këtë, jo. Fa a'rada anhu, pejgamberi ja kthei fytyrën. Ai këtu, ai ja kthei fytyrën kështu. S'deshte me e dëgju. Jo, hajde tash, na erdhi situata dhe mundësia. Jo. Fa a'rada anhu, do të thonë i'rad, ai nëse ka qenë në anën e majt, pejgamberi u shtyn në anën e djathtë. Hatta shahida ala nafsihi 4 marrat. Derisa dëshmoj kundër vetës 4 herë. Derisa dëshmoj kundër vetës 4 herë. Atëherë, masi dëshmoj kundër vetës 4 herë, i thot pejgamberi alayhi salatu wasallam, a bike gjunun, a mos ish i çmendur, a mos ish me probleme psiqike, se po t'jetë me probleme psiqike, anulohet domethënë kjo çështje, nuk zbatohet. Atëherë thot ky, la, nuk jam i çmendur. Dhe ka një transmetim tjetër ku thuhet a bihi gjunun, do thonë pejgamberi alayhi salatu wasallam pyet dikën që e njeh këtë njeri, Ma'is radhiyallahu anhu, duke thonë mos jetë ky i çmendur, do thonë njerë e pyet atë, Ma'is. Pastaj pyet plus edhe një tjetër që e njeh situatën e Ma'is. Mos jetë ky i çmendur, mos ketë domethënë defekte mendore. Atëherë thot, jo edhe ai tjetrin. Atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam i thot, ahasanta, domethënë ai jeti njeri i martuar, a ke pas martesë? Ai thot po, naam. Sepse kjo dallon domethënë me qenë beqar edhe me qenë njeri i martuar. Domethënë me qenë i pamartuar edhe me qenë domethënë i martuar, se me qenë i pamartuar domethënë që s'është martuar asnjëherë, atëherë është kamxhiku domethënë. E nëse ka qenë i martuar ose është në martesë, atëherë është domethënë në gurzim. Kjo dallon domethënë, sepse këto dy çështje, çmenduria ose defekte mendore, dhe po ashtu edhe çështja e martesës, a ka hyrë në domethënë në martesë ajo, këto nuk mundet njeriu me i pa domethënë nga kështu, vetëm nga pamja jashtme. Patjetër domethënë duhet me pyet për situatën e tij dhe për hallin e tij.
Kur u vërtetu pejgamberi alayhi salatu wasallam për këto dy çështje, fa amara bi rajmihi, atëherë urdhëroi pejgamberi alayhi salatu wasallam te një vend kur grumbulloheshin edhe për namaz që të gurëzohet. Kur e goditën domethënë me gur, edhe do të thonë ishin goditje të rënda dhe të ashpra, farra. Domethënë farra filloi të largohet, filloi me ik. Fa udrika dhe u kap. Faruji me hattamat dhe domethënë u gurëzua deri në vdekje. Pas kësaj, pejgamberi alayhi salatu wasallam foli mirë për të. Dhe wa salla alayhi dhe fali namazin e xhenazës. Dhe fali domethënë namazin e xhenazës. Po ashtu hadithi tjetër, është hadithi i El-Ghamidiyya, ajo gruaja domethënë që po ashtu ka ranë imoralitet dhe dëshmoi kundër vetës disa herë, atëherë pejgamberi alayhi salatu wasallam më në fund domethënë urdhëroi që ajo të gurëzohet, pastaj ja fali xhenazën, pejgamberi alayhi salatu wasallam u dufina dhe u varos te varezat e muslimanëve. Dhe kjo është domethënë mendimi i Imam Shafiut rahimahullah dhe po ashtu Imam Ahmedit rahimahullah, që edhe nëse ndodh që të ndodh një dënim i tillë, domethënë njerëzit ja falin xhenazën atit personit. Imam Maliku rahimahullah thot, po ashtu ja falin muslimanët xhenazën atit personit, por njerëzit që kanë pozitë dhe që kanë vlerë dhe e kështu me radh, ata nuk ja falin atit xhenazën, ti e domethënë si lloj edukim që të tjerë domethënë të largohen prej një krim i tillë, domethënë çështjen e imoralitetit. Sheikh Zejdi rahimahullah thot se për këto dy haditheve mësojmë disa rregulla, disa dobi. Çështja e parë është se shokët e pejgamberit alayhi salatu wasallam nuk janë të pagabushëm. E mos flasim do thonë ato që vinë pas tyre. Mos flasim do thonë për ata që vinë pas tyre. Çështja e dytë, thotë Sheikh Zejdi rahimahullah, se këto dy hadithe aludojnë se zbatimi i dënimit për ato dy persona ishte pastrim për to që në dunja, për ato mëkate domethënë që i kanë bërë. Edhe si që ka qenë Ma'is radiallahu anhu dhe El-Ghamidiyya radiallahu anha. Dhe është përmend domethënë që kur El-Ghamidiyya radiallahu anha është gurëzu, edhe Khalid ibn Walid radiallahu anhu ka qenë njëri prej atyre që ka marrë pjesë në këtë dënim, e ka stërkat, si thonë, stërkat domethënë gjaku, edhe domethënë ka thënë disa fjalë, pejgamberi alayhi salatu wasallam ka thënë laqad tabat tawbatan law qusimat baina 70 min ahli al-Medina lawasa'athum. Domethënë ajo është penduar një pendim që nëse ai pendim shpërndaheshte mes banorëve të Medinës, 70 banorë prej banorëve të Medinës, do ju mjaftonte ajo. Ai pendim, domethënë aq pendim të madh ka bërë domethënë kjo gru në lidhje domethënë me kët veprim. Edhe thot po ashtu Sheikh Zejdi rahimahullah se të dyjat, Ma'is radiallahu anhu dhe El-Ghamidiyya radiallahu anha, kanë qenë të vendosur që të pastrohen që në dunja, para dënimit në ahiret. Sepse nuk e din të askush këtë mëkat që e kishin bërë ata dy. Nuk e dishin njerëzit. Po ata vetë ishin të vendosur domethënë që të pastrohen dhe se dënimi i dunjas është më i lehtë se dënimi domethënë i ahiretit, Edhe thot Sheikh Zejdi rahimahullah se pejgamberi alayhi salatu wassalam ka fol mirë për ato dy dhe se ennahuma fil janna, se ato janë domethënë xhennet, fil janna, barakallahu fikum.
Po ashtu çështja tjetër, thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, të çështja domethënë e dëshmisë. A është domethënë rregulli që me dëshmu njeriu kundër vetes 4 herë dhe atëherë vlen domethënë që ai ka rënë në zina, ose mjafton edhe një herë me qenë? Thot Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, ka dietar domethënë që kanë këtë hadith si bazë, që thonë domethënë që njeriu patjetër duhet 4 herë me dëshmu që t'i pranohet domethënë dëshmia e tij se ka bëj moralitet. Por thot Sheikhu se mendimi i saktë është se është mjafton një herë. Nëse njeriu nuk ka probleme psiqike ose diçka e tillë, atëherë mjafton që ai domethënë me dëshmu kundër vetes së tij edhe një herë domethënë, edhe atëherë zbatohet domethënë nga organet kompetente një gjë e tillë. Nëse s'ka organe kompetente për këto çështje, atëherë çështja mbetet në ditën e gjykimit. Nuk është puna që ti edhe unë ta marrim dorë. Edhe vepro, si të vjen qefi, ku të konvenon, ku s'të konvenon, ku e di çfarë, pra jo, asesi domethënë gjëra të tilla nuk lejohen. Pastaj hadithi i radhës 524, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, Jabir ibn Samura radiyallahu anhu qal, utiya an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam bi rajulin qatala nafsahu bi mashaqis, falam yusalli alayhi, rawahu Muslim. Tregon Jabir ibn Samura radiyallahu anhu se ja sollën pejgamberit sallallahu alayhi wa sallam një person që e vrau vetveten me një thik ose me diçka domethënë që është në preft. Ja sollën pejgamberit alayhi salatu wassalam, atëherë pejgamberi sallallahu alayhi wa sallam lem yusalli alayhi, nuk ja fali gjenazën. Nuk ja fali gjenazën atit domethënë personit, por domethënë e la që të tjerit prej sahabëve ridwanullahi alejhim t'ia falin. Por vetë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk ja fali, dhe kjo është po ashtu domethënë edukim që njerëzit të largohen domethënë prej mëkateve dhe krimeve të tilla. Edhe kjo vlen po ashtu është dobi që njerëzit edhe ma vonë që janë me pozitë, dietar, gjykatës, pushtetar, nuk marrin pjesë domethënë në varrimin e atit personit që ka vrarë vetveten. Domethënë merret kjo nga ky hadith që pejgamberi alayhi salatu wasallam nuk ja fali atit gjenazën. Edhe duhet të dihet se mbrojtja e nefsit, mbrojtja e shpirtit është prej qëllimeve të larta të këtij shariatit islamik. Do thonë prej synimeve, nga synimet kryesore e ardhjes së këtij shariatit është mbrojtja e gjakut të njeriut. Edhe këtu shumë bukur e formulon Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah, sepse thot Sheikhu, nefsi i insanit, i njeriut, nuk është prona e tij, por është pronë e Allahut azza wa jall. Dhe ai njeriu është i urdhëruar nga Allahu Taala që ai të kujdeset për nefsin e tij, që të me pastru nefsin e tij dhe me qenë bamirës ndaj nefsit të tij. E nëse ai vjen dhe bon vetvrasje, atëherë e ka keqpërdor ai atë, domethënë amanet, dhe i ka bërë vetvetes domethënë krim. Dhe thot po ashtu Sheikhu Sheikh Zejdi rahimahullah se ky hadith aludon se vetvrasja është prej mëkateve të mëdha, por nëse nuk e bën istihlal, siç e thot Sheikh Rabia rahimahullah në shpjegimin e Sahih Muslim Kitabul Iman, domethënë nëse nuk bën istihlal, ai është domethënë musliman dhe është nën mëshirën e Allahu subhanahu wa taala dhe dëshirën e tij. Nëse do Allahu subhanahu wa taala e dënon për mëkatin që ka bërë, dhe pastaj fundi i tij është xheneti, e nëse don nga fillimi, Allahu Ta'ala ia fal dhe e ka vendin në el Jannah. Pastaj hadithi i radhës 525, عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقم المسجد ففقدها النبي صلى الله عليه وسلم فسأل عنها فقالوا ماتت فقال أفلا كنتم آذنتمونني قال
فكأنهم صغروا أمرها فقال دلني على قبرها فدلوه فصلى عليها ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله ينورها لهم بصلاة عليهم متفق عليه. Ky hadith që transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se një gru e mirëmbante xhamin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Do të thonë kujdeseshte për mirëmbajtjen, për pastrimin e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe pas një vakët, do të thonë nuk e pa pejgamberi alaihi salatu wasallam atë, një periudhë do të thonë pak më gjatë, që nuk ishte e zakonshme që mos me e pa, sa ajo do të thonë, kjo tregon që në mënyrë të rregullt ajo do të thonë ka çarkulluar në xhamin e pejgamberit alaihi salatu wasallam që me pastru dhe ka pyetur për të. Dhe i kanë thënë sahabët ridwanullahi alehim vdiq. Atëherë u ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasallam pse nuk më njoftuat, pse nuk më treguat. Edhe transmetuesi thot, sikur se ata domethënë e zvogluan çështjen e saj. Domethënë s'kishte nevojë e kështu me radh. Atëherë u thot pejgamberi alaihi salatu wasalam, më drejtoni domethënë ka vari i saj, ma tregoni domethënë ku është vari i saj dhe ja tregun dhe ja fali namazin e xhenazës aty pranë varit. Dhe pas kësaj ka thënë pejgamberi alaihi salatu wasalam, këto vareza janë të mbushura me errësirë për banorat e tyre. Por Allahu i ndriçon ato, domethënë me lutjen time, domethënë që unë lutem për to. Edhe thot Sheikhu Sheikh Zeidi rahimahullah, se ky hadith është argument se lejohet domethënë me fal namazin e xhenazës tek vari. Edhe nëse është një gjë e tillë pas varimit të njeriut, pas varimit të vdekurit. Kjo domethënë se kjo ka qenë e varrosur, domethënë ka përfunduar çështja e saj. Mas disa ditë ose një periudhë, kurse ka pa më pejgamberi alayhi salatu wasallam dhe ka pyetur për të, i kanë treguar dhe ka shkuar te vari edhe ja ka fal namazin e xhenazës. Disa prej dietarëve thonë se kjo vlen domethënë për një person që nëse kishte qenë ti i pranishëm në vendin tonë ose në atë vend, ja kishte fal namazin e xhenazës. Për shembull, ke qenë në udhtim dhe ka vdek shoku yt ose kojshia yt, ose një njeri domethënë që ke pas marrëdhënie. Atëherë bën kur kthehesh në vendin tënd me shku te varreza dhe mja fal namazin e xhenazës aty me 4 tekbira. Ama tash ti ke qenë në udhtim edhe kthehesh për udhtimit edhe në peshkopi kanë vdek 200 persona për një muaj, edhe tash shko secilit mja fal xhenazën. Jo, nuk është qëllimi ky domethënë. Qëllimi është domethënë ai person ose është gjyshi yt, ose gjyshja, ose kojshia, do thonë njerëz domethënë që ke pas lidhje dhe raporta. Kur kthehesh nga udhëtimi, atëherë bën domethënë tu afalish namazin e xhenazës. Bën domethënë se si ka vepruar këtu pejgamberi alayhi salatu wasalam dhe thotë Sheikh Zeidi rahimullah se një gjë e tillë nuk është domethënë e përkufizuar me ditë ose me muaj. Që domethënë po u ktheve brenda një muaji, bën t'ia falish namazin e xhenazës. Po u ktheve mas 3 muaj s'bën. Jo. Një gjë e tillë domethënë nuk është domethënë e kufizuar, nuk është e kufizuar domethënë me periudhë të caktuara. Po ashtu thotë Sheikh Zeidi rahimullah se ky hadith është argument ose aludon domethënë që imami, udhëheqësi, pushtetari duhet domethënë të kujdeset për situatën dhe gjendjen e atyre që ai e ka domethënë në pushtetin mbi tyre. Sikur se këtu domethënë pejgamberi alayhi salatu wasallam kurse pa atë gruan disa ditë u interesu për të. Ku është? Çka u bë me të? Edhe e treta thotë Sheikh Zeidi rahimahullah, kjo ka qenë nga modestia e pejgamberit alayhi salatu wasalam, që ajo është kujdes për shokët e tij, qofshin, thotë Sheikh Zeidi, qofshin me pozitë ose njerëz të rëndon të thjesht. Se kjo gru ka qenë gru e thjesht, domethënë e rëndon. Që ndoshta njerëzit i kanë dhënë shumë peshë dhe pozitë, por në sytë e pejgamberit alayhi salatu wasalam kishte ajo peshë dhe pozitë.
se kujdeseshte për mirëmbajtjen dhe mirëqendjen e xhamisë së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Aq shumë shkoi puna, domethënë që u kërkoi sahabëve ridwanullahi alehim t'ia tregojnë varrin e saj. Dhe ja fali gjenazën. Pastaj hadithi i radhës 526, thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Bilal al-Abasi عن حذيفة رضي الله عنه أنه كان إذا مات له ميت قال لا تؤذنوا به أحدا إني أخاف أن يكون نعيا إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. Bilal al-Abasi rahimahullah dhe radiallahu anhu tregon për Hudhejfën radiallahu anhu se kur i vdiqte Hudhejfës radiallahu anhu do një familjes, u thoshte njerëzve, mos njoftoni ose mos lajmëroni për vdekjen e tij askënd. Sepse unë kam frikë që mos tjetë kjo domethënë na'i. Ajo domethënë njoftimi se si e kanë bërë domethënë në kohën e xahiljetit. Sepse unë kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasalam se ndalonte an-na'i, ndalonte domethënë na'i. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah se an-na'i, lajmërimi ose njoftimi, është dy llojesh. Lloji i cili është i legjitimuar dhe i lejuar, dhe lloji i cili është i ndaluar. Lloji i cili është i lejuar dhe i legjitimuar, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, me i njoftu njerëzit për vdekjen e filanit që ato të marrin pjesë në xhenaze dhe t'ja falin namazin e xhenazës dhe ta varosin. Dhe që me shpresu domethënë në shpërblimin e pjesëmarrjes në xhenaze dhe po ashtu edhe ato dobit që i ka domethënë në i vdekuri kur marrin sa më shumë njerëz domethënë për muslimanëve, për monoteistave pjesë në faljen e xhenazës së tij. Kurse ajo që është ndaluar, thot Sheikh Zejdi rahimahullah, është kur njerëzit me lajmërimin ose informimin ose njoftimin synojnë domethënë të shtohet sa më shumë numri që ato të krenohen dhe të mburren. Nuk është domethënë tash qëllimi këtu që me marr pjesë, që me marr ata pastaj edhe shpërblim te Allahu subhanahu wa taala për pjesëmarrjen e tyre dhe po ashtu të jetë sa më dobishme për të vdekurin që ata sa më shumë lutën për të. Jo. Por qëllimi është domethënë që numri të shtohet dhe ato të krenohen dhe të mburren, pastaj me thënë a pa sa kishte kështu më radh. Thot Sheikh Zejdi rahimahullah, kjo domethënë kthehet te çështja e niyetit dhe synimit. Te çështja domethënë e niyetit dhe synimit. Se do shohim tash domethënë në vazhdim se pejgamberi alayhi salatu wassalam i ka njoftu, i ka lajmëru sahabët e tij ridwanullahi alehim për vdekjen e Nejashijut rahimahullah dhe ja kanë fal xhenazën. Që kjo tregon thonë, kjo ka një farë lloj mënyre domethënë që është e lejuar. Nuk është domethënë çështja ose kështu në mënyrë absolute ose kështu në mënyrë domethënë absolute. Po domethënë është edhe sipas niyetit dhe synimit. Por thot Sheikh Al-Albani rahimahullah që thirrja në minaret, ose që me njoftu domethënë nëpërmjet minares dhe domethënë ata që vazhdojnë domethënë zërin e atit personit, kjo është domethënë na'i sipas kohës së xahiljetit. Domethënë njoftimi për vdekjen e një personit në minare, kjo domethënë është ajo domethënë që është ndaluar dhe është domethënë ai lloj të njoftimit që ka qenë domethënë ose është i ngjajshëm domethënë me atë që ka qenë domethënë kohën e xahiljetit, që ata domethënë kanë dalë në për tregje dhe kanë thirrur domethënë me zë të lartë, duke njoftuar domethënë për vdekjen e donjë personit. Edhe kjo domethënë
thot Sheikh Al-Albani rahimahullah, se kjo është në vete domethënë e ndalume dhe ka gjëra tjera që po ashtu ndërlidhen me këtë që janë të ndaluara, ajo është domethënë marrja e shpërblimit për atë thirrje. Marrja e shpërblimit, domethënë ata o xhallara, ata është ashtu. Ai po si qofe lek nuk e bon atë, ai thoni sall. Sallin. Ju çfarë njerëz gjuhës sini? Shikoj Jusufi thot po. E bëj madhe, dibra e madhe. Si thoni ju? Ne i themi sall këtu. Thirrja e sallit, që ata domethënë këto njerëzit bidatit njoftojnë domethënë në atë thirrje se filanit ka vdek, varrimi duhet pas drekës ose pas ikindijet e varrezat e qytetit ose të varrezat e fshatit e kodi shumë e radhë. Lajmërim, thjesht lajmërim. Si do qoftë, ajo është domethënë lajmërim, njoftim, ama të ne domethënë e kanë zbukuru pak këto njerëzit bidatit, i kanë thënë sall. Domethënë që pak me paketu, me amballazhim domethënë sipas domethënë se është fjalë arabe, do shta mos jetë prej fesë, kështu e kanë paketu domethënë, me i mashtru njerëzit domethënë. Për sallin, për me thirr sall ai hoxha filan fisteku, ai se bën pa mos më i çu lek. Domethënë 500 dinar, 1000 dinar kështu me radhë. Edhe e bën një gjë e tillë domethënë, thot Imam Al-Albani rahimullah se një gjë e tillë ajo në vete është ndalume dhe plus marrja e lekut, domethënë marrja shpërblim për këtë vepër, edhe ajo është domethënë po ashtu e ndaluar dhe i përngjan domethënë asaj që ka qenë në kohën e xahilietit, në kohën e xahilietit. Pastaj hadithi i radhës 527 an ibn Abbas radhiyallahu anhuma qal سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله تعالى فيه. Transmeton Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma se kam dëgjuar pejgamberin alayhi salatu wasallam duke thënë, nuk vdes dikush prej muslimanëve dhe ja falin atij xhenazën 40 prej burrave që nuk i bëjnë shirk Allahu subhanahu wa taala për vetëm se Allahu e pranon ndërmjetësimin e tyre për të. Ose lutjen e tyre domethënë për të. Dhe kjo tregon thot Sheikh Zeidi rahimahullah se prej këtij hadithit po ashtu domethënë e kuptojmë se që këto 40 persona me marr pjesë domethënë duhet dikush me i njoftu. Duhet dikush domethënë me i lajmëru. Ama tjetë ajo forma e lajmërimit domethënë që domethënë nuk i përngjan në kohës së xahilietit. Para disa muaj, ndoshta javë parafërsisht, ka 2 muaj, 3 ndoshta, e pyeta Sheikh Arafatin hafidhahullah në çështjen që a bën domethënë lajmërimin Facebook. Vdes dikush prej familjarëve dhe një vlla prej vëllezërve e njofton një gjë e tillë në Facebook. Thotë, më ka vdek nëna, më ka vdek vllai, më ka vdek baba. Varrimi bëhet sot në ora 4 e kështu me radhë. Sheikhu tha, hafidhahullah, nëse synimi është që ata me marr pjesë, do të thonë që me marr ato pjesë, edhe të vinë njerëzit, edhe të njoftohen, një gjë e tillë domethënë s'ka gjë, la bas. Ama nëse s'ka dobi, atëherë domethënë është më mirë me e lënë një gjë e tillë domethënë. Ama nëse ka dobi që njerëzit të njoftohen edhe të vinë edhe të marrin pjesë, atëherë la bas. S'ka gjë domethënë që domethënë me bën një njoftim ose një lajmërim i tillë. Edhe normal domethënë ato kur marrin pjesë domethënë, siç e thotë këtu Sheikhu Zeidi rahimahullah, domethënë pas varrimit domethënë, si ka thënë pejgamberi alayhi salatu wasalam, istaghfiru li akhikum, domethënë lutuni për vllajën tuaj, wasalu lahu at-tathbit fa innahu al-an yus'al. Dhe lutuni Allahu subhanahu wa taala që më i dhën atij qëndrueshmëri, sepse ai tash po testohet, po pyetet. Ai tash më thon po pyetën men rabbuk, ma dinuk, men nabijuk. Do të thonë ato 3 pyetje domethënë
që patjetër secili do t'i parashtrohen në varr. Dhe përgjigjja ato 3 pyetjeve nuk varet nga mësimi teorik, po varet domethënë punës e gjatë jetës që ka bërë njeriu. Jo që i ke mësuar ai men rabbuk Allah, ama ti të kundërtën ke punu, ke bo shirkijate, ke prek domethënë çështjen e shirkut, domethënë ke ranë shirkijate kështu me radhë, nuk bën ajo dobi. Edhe nuk të mundsohet, domethënë nuk të jepet sukses të përgjigjesh. I jepet sukses atij njeriu që e ka zbatuar tauhidin me plot kuptimin e fjalës, zbatimi i tauhidit me të gjitha llojet e tij. Dhe largimi prej shirkut, qoftë i madh ose i vogël. Këtyre domethënë u jepet domethënë sukses që të përgjigjen ato në mënyrë të saktë. Pastaj hadithi i radhës 528 عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها لما توفي سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قالت أدخل به المسجد حتى أصلي عليه فأنكر ذلك عليها فقالت والله لقد صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابني بيضاء في المسجد سهيل وأخيه رواهما مسلم. Transmeton Ebu Nadr nga Ebu Salama ibn Abdurrahman se nëna e besimtarëve Aisha radiallahu anha kur vdiq sahabiu i nderuar Sa'd ibn Abi Waqqas radiallahu anhu u tha njerëzve futeni në xhami, futeni gjenazën e tij në xhami hatta usalli alayh, që t'ja falun gjenazën atit. Fa unkira dhalika alayha, një gjë e tillë domethënë jam refuzun, domethënë jam mohun. Do thonë që nuk ja pranun domethënë se si me fut në xhami dhe me ja fal gjenazën në të. Do thonë unkira. Kush mundet këtu domethënë me i bë inkar Aisha radhiyallahu anha. Kush kanë qenë ata? Sahabët. A është ashtu? Ama kur je sahibul haq, kur ke argument, nuk duhet me u friksu. Nëse dikush kundërshton, edhe sa të kundërshtoj, ti më shefesh. E mshel telefonin, mshel gjithë shka, jo mund kanë përsinim, jo këta më vinë për mas. E pasa ato pa men që janë, ku di që shkishin shkrujt ta shpash një dit, se aj Emini na ka tregun edhe muabetin edhe ka debatu edhe u a ka ngrit argumentet këtynve. Do thonë, këta njërës janë pa ment. Të pa ment. Edhe mos kthimit e djetarët dhe sulmi i dietarëve, kjo është domethënë, kthimi te dietarët është prej bazave të sunnetit. Se dikush thot, jo po, çka ka kundërshtu ky njeri? Jo, kjo mos kthimi te dietarët është prej bazave të sunnetit, barakallahu fikum. Dhe nënvlerësimi i dietarëve është prej shenjave të bidatçive. Është prej shenjave që ka thënë, a nuk e mësuam ne atë librin Aqidatu Salaf Ashabul Hadith? Ajo është Aqidatu Salaf Ashab dhe njerëzve të hadithit. Çka thot në fund të librit të? Se prej alamat ahlil bid'a, prej shenjave të njerëzve të bidatit të sulmi domethënë dhe nënvlerësimi dhe luftimi të njerëzve të sunnetit. Është prej alamat, prej shenjave. Kurse min alamat ahli sunna që me nderu dhe me mbrojt dhe me i dash domethënë atë dietarët dhe njerëzit sunnetit. Sikur se ato pasojës të Ibn Hadit, dhe këtë Gjemali më ka tregu, i kanë thënë Ibn Hadi, i kanë thënë Shekh Rabis, po cila bas ka kundërshtu Ibn Hadi dhe pasojës të tij. Do thonë, ku është cila bas që ne do të thonë ta shpallim për bidatçi ose të paralajmëron kundër atit e kështu me radhë. Çfarë baze ka kundërshtu? Shekh Rabia me shumë mirëqenie dhe thjeshtësi, sepse ka kuptim të thellë, ka thënë Kur'anin e kanë kundërshtu. A ka bazë më të madhe se kjo? Dhe ata Kur'anin kanë kundërshtu. Ç'ish bazë tjetër kërkon ti? Ato janë bazat e fesë, Kur'ani dhe Sunneti. Këta Kur'anin kanë kundërshtu, ju pyetni cila bazë ka kundërshtu. Kjo është domethënë, s'kan kuptim.
pastaj dalin ata tjerit, edhe ta shkapen për fjalët e mira që ka thënë Sheh Rabia për disa persona shumë herët, domethënë. Tash, sipas kësaj metodologjie, është domethënë, po me i morë ato edhe teskijet që janë thënë edhe për Ali Halebijun. Po me i morë edhe ato teskijet që janë thënë domethënë edhe për Abul Hasan al-Ma'ribi, edhe për Seferin, edhe për Selmanin që kanë thënë dietarët kur se kanë ditë gjendjen e tyre. A merret kjo në bazë? Po kjo tregon domethënë se këta njerëz nuk e kanë kuptuar menhexhin selefi. Edhe çdo shkrim që e bën ai Alban Malaj e tregon domethënë që nuk e ka kuptuar menhexhin selefi ky njeri. Ky njeri është maskuar me disa tema që ka menduar se këta do janë me këto tema unë do i peshoj njerëzit dhe do i bëj domethënë do i shkatroj edhe kështu me rast, ai do thonë se ka kuptuar menhexhin selefi. Tamam kështu. Kuptim të mirëfillët. Nuk e ka kuptuar menhexhin selefi. Edhe mos çuditemi domethënë se këta njerëz kanë dështuar në studime, sepse në bazë të shkrimeve që i bëjnë, ata vetëm se japin një pasqyrë domethënë për ata që kanë mend dhe logjik, se këta mend vërtet s'kan kuptim në fe. Prandaj domethënë kanë dështuar. S'kan kuptim. Në bazë që s'kan pas kuptim, edhe kanë dështuar. Edhe nëse dikush thotë, jo, kanë kuptim, ju s'keni kuptim. Atëherë themi, ne të fillon me mësime. Ku janë mësimet e tyne? Sikur sa edhe të pejes, e pa është s'kishte mësime ai. Ti mos u mburr, mos u maj, kapi mësimet. Me vepra vërtetoj veten tënde. Edhe ai Shasivari ka 7 minuta, ka 8 minuta. Ju tregoni domethënë kuptimin e tuaj që në thojza që pretendoni se e keni, vërtetoni domethënë në mësimdhënie, në punë. Këta askund nuk janë. Edhe kanë pastaj domethënë në atë të guximin, edhe me fol për tema domethënë që nuk janë në kompetencën e tyre. Edhe çdo shkrim domethënë e tregojnë se nuk kuptojnë, nuk kanë kuptim. Edhe po të ishte ai Alban Malaj, që është kastraveci numër 1 në mesin e kastravecave, po të ishte ai talebja e Sheh Rabis, se ata thonë, ata pamend që janë domethënë Kosovës dhe kujt nga janë, ja thonë është ky talebja e Sheh Rabis. Po të ishte me të vërtet talebja e Sheh Rabis, nuk do i kishte marrë këto qëndrime ai. Edhe kishte ditë nga Sheh Rabia, nga goja e Sheh Rabis, për ato njerëz që ata tentojnë sot t'i promovojnë, do dinte domethënë gjoja direkt nga Imam Rabia. Se ti po ti jesh talebja e afërt me shejkhun, i kishe ditë shumë gjëra që ndoshta edhe ne si kishim ditë. Kjo tregon domethënë këto qëndrime që i kanë këta njerëz. Tregon domethënë vetëm se ky e demaskon veten e tij që s'ka pas lidhje me shejkhun. Realitet. Ka prezantuar aty që me e pa njerëzit, edhe kjo ka qenë domethënë evidente te ky njeri, që kur ka marrë vesh ai se shkojnë talebët shqiptar pin Medinë në Mekë për umre, atëherë ka prezantuar në mësimin e Sheh Rabis. Ka ndodhur që më vonë domethënë mas 2013 u prishën raportet me këta njerëz, mes nesh edhe ata. Edhe ne kur kena shku, as atëherë para 2013 e din ata shumë mirë, s'kena pas nevojë për ata. S'kena pas nevojë me na tregu rrugën, udhën, vendin, jo, s'kena pas nevojë. Kur kena shku ma vonë, pa me ditë ai domethënë që janë dikush për Medinë këtu në Mekë, rrallë herë shiheshte domethënë te Imam Rabia. Edhe këtë ka vërtetuar edhe ai talebja i madh i Anglis Abdulillah al-Hmami, që thotë domethënë dhe ka thënë, kam shku shpesh te shehu te Sheh Rabia, atë njeri domethënë shumë rrallë herë e kum pa. Edhe tash domethënë ata thonë jo ky ka qenë talebja, po mirë. Ky talebja, ku janë mësimet, ku janë veprat. Sheh Rabia, do thonë, nëse kishe përfitu ky njeri prej Sheh Rabis, e para punës kishe përfitu, do më thonë, në thonjen e të vërtetës, e së të vërtetës. Edhe largimi prej gënjeshtrës, që Sheh Rabia e ka urryer gënjeshtrën shumë. Ky njeri e kundërta. Ky gënjeshtar, kokë e gënjeshtarëve, ku është prej mësimit të Sheh Rabia? Ku është? Që se imami, dietari, ndikon të nxënësin e vet. A është ashtu? Në
formimin e tij, në edukimin e tij, në dijen e tij. Ku është ky njeri? Kjo është koka e gënjeshtarëve, ku mësu te Sheh Rabia. Çish mësu për Sheh Rabis? Me gënjy, shehu është i pastër për gënjeshtrës. Edhe që është e forta, walillahi alhamd, nuk ka ardh bidatçi. Deri sot kësaj dite, me thonë për Sheh Rabi, ka gënjy këtu në këtë libër, ose në këtë kaset, ose në këtë refuzim. Kanë thënë, është i ashpër, është kështu, po këta janë mundu se, ashpër, tingëllon shumë keq të njerëzit. Edhe pse, po u kapëm, prandaj shehu ka thënë, bejna wa bejnakum kutubu selef, mes nesh dhe ju janë librat e selefit, po i kapëm librat e selefit, imamlarët janë shumë më të ashpërt kundër bidatçive. Nuk ka dalë bidatçi me thënë se Sheh Rabia ka gënjy, e kanë ditë se është njëri besnik. Ky kok gënjeshtrës. Edhe thotë ku mësu te Sheh Rabia. Çish ke mësu për Sheh Rabis? Çish ke mësu? Çish ke mësu? Cili mësim va ke përcjell njerëzve për mësimeve që ke marrë te Sheh Rabia? Rahimahullah. Pasaj hadithi, po këtu u ndalëm do më thonë, kur Aisha radiallahu anha kishte argumentin, nuk e pengoj do më thonë me vazhdu dhe me qenë vendosur në këtë çështje. U tha, wallahi, pasha Allahun, pejgamberi alayhi salatu wasalam 2 fëmijëve të Bejda, Suhejli dhe vllajt të tij, ja ka fal namazin e xhenazës në xhami. Do thonë, ai ishte sahibu delil, do thonë, njeriu që posedon të argumentin. Do thonë, nuk o dorzu Aisha radiallahu anha, kur u than se jo, do më thonë, ja mohun një gjë e tillë që t'ja bin Saadin radiallahu anhu në xhamin brenda, dhe ajo m'ja fal xhenazën, ajo tha, jo, po, mirë, në rregull, e më shef vetën edhe, jo, pasha Allahun. Unë e kam pa pejgamberin alayhi salatu wasallam që u ka fal namazin e xhenazës 2 sahabëve, Suhejli dhe vllajt të tij në xhamin brenda. Atëherë domethënë edhe e zbatun se ishin domethënë njerëz të argumentit, dhe thotë Sheikh Zeidi rahimahullah se ky hadith është argument se është e ligjshme që gratë me fal namazin e xhenazës, nëse u mundsohet atynve, në xhami ose në shtëpi para se me qit xhenazën te varezat. Kjo është domethënë. Gratë bën me fal xhenazën, domethënë antarit familjes, nëse është xhenazja në shtëpi për shembull, para se me qit xhenazën domethënë me qut te varezat, e falin domethënë gratë në shtëpi. Pastaj e qisin edhe që në xhenazën te varezat. Ose edhe në xhami. Nëse janë për shembull në xhami, atëherë e falin domethënë në xhenazën aty e të vdekurit. Pastaj hadithi I radhës 529 an Samur ibn Jundub radiyallahu anhu qal صليت وراء النبي صلى الله عليه وسلم على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها متفق عليه. Tregon Samura radiallahu anhu se janë falur pas pejgamberit alayhi salatu wasalam për një xhenazë që ishte guru, që kishte vdek domethënë në kohën e lehonis. Pas lindjes, ajo koha e lehonis, gjatë asaj periudhe kjo gruaja domethënë kishte vdek. Faqama alejha wasataha, dhe qëndroi domethënë në mesin e saj, siç e shpjeguam domethënë në fillim. Edhe kjo është hadith domethënë është muttafaqun alej, I cili është domethënë në Buhari dhe Muslim, që te xhenazja e një gruaje, domethënë imami qëndron domethënë në mesin e saj. Qëndron domethënë në mesin e saj dhe kjo është min sunna, siç e thot Imam Ibn Bazi rahimahullah.
Pastaj hadithi tjetër 530 thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah an Abi Huraira radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam na'a an-najashiyya fi al-yawm alladhi mata fihi wa kharaja bihim ila al-musalla fa saffa bihim wa kabbara alayhi 4 takbirat muttafaqun alayh. Tregon transmeton Abu Huraira radhiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wassalam I njoftoi sahabët e tij ridwanullahi alehim për vdekjen e Najashiut në ditën që vdiq. Dhe kjo është minel mu'jizat, prej mu'jizave, domethënë që në të njëjtën ditë që vdiq Najashiu rahimahullah, pejgamberi alayhi salatu wassalam e mori vesh. Si e mori vesh? Nëpërmjet Xhibrilit alayhi salatu wassalam, sepse distanca vetëm një udhë pin Medinë me shku te Najashiu ishte një muaj ditë. Një muaj ditë asaj kohë. E si pejgamberi alayhi salatu wassalam e mori vesh domethënë atë ditë që vdiq. Edhe kjo është prej mu'jizat, prej mrekullive domethënë të profetit sallallahu alaihi wasallam. Edhe kjo domethënë nuk u vendos në dyshim, që ma vonë vjen dikush e domethënë jo ai atë ditë që ja keni fal ai ishte I gjallë, ala, ai ishte tu jetu. Po me të vërtetë domethënë u vërtetu se ajo ishte dita që vdiq Najashi rahimahullah. Dhe pejgamberi alayhi salatu wasallam I njoftoi sahabët, edhe kjo është që merret domethënë prej dietarëve si bazë për njoftimin, I njoftoi që ata dolën te musallaja, edhe u renditën në saf dhe ja falin namazin e xhenazes me 4 tekbire. Me 4 domethënë në tekbire. Ky hadith, edhe hadithi që vjen tash, janë të përafërta, 531, an Imran ibn Husainin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akhan lakum qad mat faqumu fasallu alayhi. Këtu pejgamberi alayhi salatu wasallam thot sahabëve ridwanullahi alehim, vllai tuaj ka vdek. Pra qohuni dhe faljani namazin e xhenazës. Domethënë en Najashi. Këtu domethënë është qëllimi meseleja, domethënë pse Ibn Abdul Hadi rahimahullah ka sjell këto hadithe këtu, çështja e namazit salatul ghaib, domethënë namazi atij që nuk është prezent aty. Ka vdek, por nuk është prezent. Edhe si ka ndodhur en Najashi ka qenë domethënë në Habesha. Një muaj ditë domethënë larg prej Medinës. Kurse pejgamberi alayhi salatu wasallam në Medinë. Dhe ja ka fal xhenazën, dhe ja ka fal domethënë ja ka fal xhenazën. Kjo domethënë është e ligjshme që t'i falet namazi xhenazës atij që nuk është aty prezent, një personit, një muslimanit që mirret vesh domethënë që nuk ja ka fal askush atje xhenazën e tij. Që nuk ja ka fal domethënë xhenazën, dhe këtë mendim e ka Imam Ahmedi rahimahullah, po ashtu Ibn Taymija dhe po ashtu Ibn al-Qayyim rahimahullah. Dhe po ashtu edhe Imam Ahmedi ka pas mendim se po të jetë ai personi që ka vdek, njeri domethënë I khajrit, njeri që u ka sjell muslimanëve dobi. Edhe këtë mendim e ka po ashtu prej dietarëve bashkohor, Sheikhul Islam I kohës son, Sheikh bin Baz rahimahullah, që nëse ai njeri domethënë është me pozitë dhe me vlerë dhe I respektuar dhe ka sjell shumë dobi për muslimanët dhe për islamin dhe mbrojtjen e islamit dhe sunetit, atij domethënë është e ligjshme t'i falet domethënë salatul ghaib. Për ndryshe domethënë, për ndryshe jo. Domethënë Bin Ladenit asesi jo. Ai s'ka sjell dobi për muslimanët, s'ka mbrojt islamin as muslimanët, po ka sulmu islamin dhe muslimanët. Domethënë ai e ka dëmtu islamin dhe I ka dëmtu muslimanët. Këtij njeriu dhe këtij kriminalit domethënë dhe këtij terroristit nuk I falet namazi I salatul ghaib, xhenazja e tij, sikurse kanë bërë domethënë Khawarij në Gjermani. El Khawarij, kur e vrana Terkurisha 2010-11, nuk e kujtoj tash kur e kanë vrarë, edhe janë tërmu në Frankfurt, edhe kanë dashur domethënë me fal namazin e salatul ghaib, këtij domethënë në thojza mujahidit, domethënë në mujahid në rrugën e shejtanit, jo në rrugën e gjithë mëshirshmit. Këtu ky hadith është një refuzim I fuqishëm kundër Khawarijve. Këtu pejgamberi alayhi salatu wassalam thot për Najashiun inna akhan lakum. Një vllai juaj ka vdek. Najashiu a gjykonte me shariat? Nuk ka gjykuar me shariat Najashiu.
po si kush nuk gjikon me atë që ka zbrit Allahu është kafir. Këtu thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, vllai juaj ka vdek, vllai juaj. A thot pejgamberi alayhi salatu wassalam për një kafir është vllai juaj, musliman, besimtar? Nuk thot. A ka gjyku me shariatin? Nuk ka gjyku. Ka pas do një justifikim, ka qenë vetë. Edhe për shpjegimeve pse ja ka fal namazin e gjenazës pejgamberi alayhi salatu wasallam, që kanë thënë dietarët, është se An-Najashi ka qenë gati i vetëm në mesin e tyre, edhe nëse ka pas disa prej njerëzve të thjesht që e kanë pranuar islamin, po ata nuk kanë pas dije domethënë rreth faljes së gjenazës dhe rregullat e saj. Prandaj domethënë pejgamberi alayhi salatu wasallam me sahabat e tij ridwanullahi alehim ja falën namazin e gjenazës dhe e cilësoi domethënë si vllai juaj, vllai muslimanëve, vllai besimtarëve, vllai njerëzve më të mirë në rrezullin toksor pas pejgamberëve, sahabat e pejgamberit alayhi salatu wasallam. Ai thotë vllai juaj, këtu kujt i drejtohet pejgamberi alayhi salatu wasallam? Sahabëve. Kjo është domethënë u athyn, ky hadith domethënë u athyn domethënë edhe është li muslim, është muslim. Sahih muslim është ky hadith. U athyn qafën, korizin, xhawarijve. Edhe kjo domethënë ajo që u tha, çështja e namazi salatul ghaib, që nuk është aty gjenaze domethënë prezente, që janë për njerëzit domethënë të fadlit, me vlerë, dhe për njerëzit domethënë të mirë që kanë bërë dhe kanë sjell domethënë dobi për islamin dhe muslimanët. Edhe ai namaz domethënë falet ashtu, namazi gjenazës së tij, ashtu siç falet domethënë në mënyrë identike edhe namazi gjenazës së atij gjenazës së cilës është aty domethënë në prezente. Pastaj hadithi 532 عن عبد الرحمن بن أبي الليلى قال كان زيد يكبر على جنائزنا 4 وأنه كبر على جنازة 5 فسألته فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبرها. Tregon Abdurrahman ibn Abi Lejla radiallahu anhu se Zeid, i cili ka qenë Zeid ibn Arqam radiallahu anhuma, kur i falte namazet e gjenazës, i falte domethënë me 4 tekbira. Por ndodhi një herë për një gjenaze e bëri me 5 tekbira, me 5. Dhe thot Abdurrahman ibn Abi Lejla e pyeta se pse domethënë deri tash zakonisht i ke fal me 4 tekbira, me ka 4, e tash domethënë me 5 në këtë gjenazë. Atëherë i ka thënë domethënë se një gjë e tillë po ashtu e ka vepruar pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Por thot prap Sheikh Zeid rahimahullah, sa ajo domethënë që është më e përhapur dhe është pranuar më së shumti, është domethënë me 4 tekbira. Pastaj hadithi radhës an Talha ibn Abdullah ibn Auf rahimahullah قال صليت خلف ابن عباس رضي الله عنهما على جنازة فقرأ فاتحة الكتاب فقالوا ليتعلموا أنها سنة رواه البخاري. Këtu Talha ibn Abdullah ibn Auf tregon se janë falur pas Ibn Abbasit radiallahu anhuma të një gjenazë, domethënë ai që printe ishte namazin e gjenazës Abdullah ibn Abbasi dhe lexoi Fatihatul Kitab, suratul Fatiha e lexoi me za. Tu lexoi me za. Edhe u tha se e bëni një gjë e tillë që t'u mësojnë njerëzve se është sunnet. Se është sunnet domethënë në leximi i suratul Fatiha pas tekbirit të parë. Pas tekbirit domethënë në të parë. Thotë Sheikh Zeid rahimahullah, ka dasht Ibn Abbas radiallahu anhuma të mësojnë të pranishmeve, domethënë se është sunet në namazin e gjenazës të lexohet pas tekbirit të parë suratul Fatiha. Pastaj 2 hadithet e fundit në këtë kapitull janë lidhen domethënë me lutjet që janë domethënë sunna dhe mustahab që me i bë dhe të lutet domethënë i gjalli për të vdekurin. Hadithi është 534
Thot Ibn Abdul Hadi rahimahullah, an Auf ibn Malik radiyallahu anhu قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول. Thot Auf ibn Malik radiyallahu anhu se pejgamberi alayhi salatu wasallam falë një gjenazë dhe unë prej lutjeve që i tha pejgamberi alayhi salatu i memorizova disa dhe ato ishin: Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wakrim nuzulahu wasi mudkhalahu waghsil bil ma'i wal thalji wal bard ونقيه من الخطايا كما ينقى ثوب الأبيض من الدنس وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه وادخله الجنة وعظه من عذاب القبر أو من عذاب النار. قال حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت لدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك الميت. Lutja që e bëri pejgamberi alayhi salatu wasallam ishte: O Allah, falja dhe mëshiroje, mbroje dhe falja, nderoje vendbanimin e tij, zgjeroje hyrjen e tij, laja atë me ujë, dëbor dhe akull, pastroje nga mëkatet ashtu si pastrohet rroba e bardhë nga papastërtitë, zaventësoje shtëpinë e tij me një shtëpi më të mirë, familjen e tij me një familje më të mirë, bashkëshortën e tij me një bashkëshortë më të mirë, fute në xhenet dhe mbroje nga dënimi i varrit ose të zjarrit. Thot transmetuesi Auf ibn Malik, deri sa dëshirova që unë të isha i vdekuri për shkak lutjes që bëri pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për të. Dhe hadithi tjetër është 535 dhe i fundit në këtë kapitull, an Abi Huraira radhiyallahu anhu قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى على جنازة يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان اللهم لا تحرمنا أجره ولا تضلنا بعده. Do më thonë, kjo lutje ishte: o Allah, fal të gjallit dhe të vdekurit tanë, ata që janë prezent dhe ata që mungojnë, të vegjelit dhe të mëdhejt, meshkujt dhe femrat tanë. O Allah, atë që e le të gjallë nga ne, ruaje në islam, dhe atë që e merë atë me iman. O Allah, mos na privon nga shpërblimi dhe mos na devio. Kjo është po ashtu më thonë për lutjeve që janë të legjitimuara, që njeriu do më thonë të lutet pas tekbirit të tretë. Pas tekbirit të tretë do më thonë, është e ligjshme që këto lutje do më thonë njeriu me i bërë. Dhe e kam pyetur sheikhun ton Al-Allama al-Muhaddith Sheikh Abdul Muhsin al-Abbad hafidhahullah në Medinë, në lidhje me personin që nuk i di këto lutje, a bën të lutet në gjuhën e tij. Sheikhu tha, përkohësisht po, për një periudhë, por ai duhet të mundohet dhe me nxitu që me mësu këto lutje që janë transmetuara nga pejgamberi alayhi salatu wasalam, me mësu dhe me memorizu, dhe pastaj domethënë në ato me i lexu domethënë në ose pas tekbirit të tretë. Do të thonë mos me qenë kjo rrugë që të bëhet çështja domethënë në vazhdueshmëri dhe të mbetet në atë situatë dhe atë gjendje. Por muslimani mundohet që çdo ditë me përparu dhe me u përmirësu në fenë e tij. Dhe për këtyre çështjeve është edhe çështja e këtyre lutjeve, që me i memorizu, me i mësu, dhe kur vjen situata domethënë edhe me i zbatu dhe me i kuptu po ashtu, dhe me i kuptu se përmbajnë domethënë kuptime madhështore. Hadha wa sallallahu ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. تعلم على العلماء حتى تعرف الإسلام صحيحا.